pjesë nga vlogmas numër 4, sepse kam humbur numërimin, sepse edhe nuk kam xhiruar shumë. Unë kam ardhur në Tiranë, siç e shihni jam tek shtëpia ime. Sot është një ditë e diel, një ditë me shi, dhe unë kam menduar që sot të bëj thonjt, sepse shikoni pak gjendjen. Ky gishti më iku që 2 javë para se i kisha bërë, domethënë thonjt. Ky më iku mbrëm, edhe gjendja është kjo, janë të gjatë, janë zgjatur goxha akoma dhe më shumë, dhe unë i kam shumë bezdi që thonjt i kem të gjatë, por i bëra këtë herë duke qenë se ashtu ma donte rasti, dhe do t'i presim dhe do t'i bëj të shkurtër. Nuk e di se si do t'i bëj, por do t'ju lë 2-3 lloje këtu, do me thënë 2-3 lloj modelesh ngjyre, sepse unë do t'i shkurtoj i dua të shkurtër, dhe modeli thoj tim është 4 orë, kështu që një nga këto 3 ngjyra që po ju lë këtu, këto modele, mendoj që t'i bëj sot. Tjetër çfarë doja t'ju tregoja. Sot kam menduar që të bëjmë shumë gjëra të bukura bashkë, sepse siç jam kthyer, shtëpia është pak rrëmuj, por për këtë do merremi ditën tjetër. Për sot në këtë vlogmas numër 4 kam menduar që t'ju tregoj disa gjëra të vogla që unë mora nga Greqia, që kanë lidhje me Krishtlindjet, me sezonin e festave që ne sapo jemi futur. Nuk është shumë herët, sepse pse jo t'i nisim sa më herët, sepse na bëjnë të ndihemi mirë, edhe na sjellin gëzim në shtëpi, edhe ne na bëjnë të ndihemi mirë. Kështu që sot këtë video e kam menduar t'ja dedikoj pazarit që kam për të bërë, duke qenë se nuk kam qenë në shtëpi prej 2 javësh e gjysmë dhe nuk kam asnjë gjë në frigorifer. Do shkojmë të bëjmë pazarin, do bëjmë thonjt, do vim në shtëpi, do bëjmë disa receta të lezetshme, dhe kështu do jetë dita jone sotme, duke qenë se është edhe me shi dhe nuk na jep shumë hapësirë për të bërë gjëra të tjera. Tani të filloj shpejt ju tregoj se çfarë kam marrë me vete nga Greqia. Injoroni ndonjë rrëmuj që mund të kem nga mbrapa, sepse siç ju thash kemi për të bërë shumë gjëra. Dhe gjëja e parë, që këto mi mori mami, sepse tek ai supermarketi që unë isha herën e kaluar, i kishin nxjerr, por nuk ishin vendosur çmimet dhe nuk mund t'i blije. Dhe mbas dite kur vjen mami nga puna, më tha mashka çfarë të kam marrë? Më ka marrë çokolata, të cilat këto kam menduar t'i vendos tek kjo Ena e kuqe. Këtë e kam marrë para shumë vitesh tek Jumbo dhe shikoni pak se sa e bukur që është. Dhe t'i vendosim këtu. Kam menduar të shumë gjëra të tjera të bukura për të bërë për dekorin e Krishtlindjeve. Do t'i heqim të gjitha këto të vjeshtës, por në vlogun tjetër do i kemi. Këto pjatat i keni parë te vlogu i kaluar. Unë kam marrë këto edhe mami ka marrë të njëjtat si unë. Kam marrë këtë për biskota, do bëjmë disa biskota gingerbread cookies dhe kanë këtë lloj modelesh si stampim. Ja mora mamit këtë fjongon, sepse nuk arritëm t'i bërnim ato fjongot për pemën që unë kisha menduar, por kam menduar diçka tjetër shumë të bukur që do e shihni në vlogun tjetër, se çfarë kam menduar për këto. Kam marrë këtë finxhanin që e bleva herën e kaluar, dhe këtë tabelën e baking që do na duhet për dekorin e kuzhinës. I kam marrë disa drita që janë të bardha këto, i dua për këto. Dhe gjithashtu me ato çokolatat, mami më kishte blerë dhe këto lëpirëset që janë për Krishtlindje. Nga marrë 10 co, por unë nuk është se i ha këto, kështu që do t'i kemi për dekor. Ose po t'na vinë një në shtëpi, mund t'i jap një dhuratë nga këto. Këto janë gjëra që unë mora nga atje, gjithashtu i kam marrë dhe 2 pako noodlesa, të cilat janë bio, nuk e di se si i quajnë, po janë shumë marke mirë. Dhe do t'i bëjmë në një nga këto ditët, unë nuk kam bërë asnjëherë noodles, por do i provoj t'i bëj në shtëpi. Kam bërë gjithmonë gatshme, por vetë në shtëpi nuk kam bërë asnjëherë, kështu që jam kurioze t'i përgatis një herë. Spend all the hours in the barroom so lonesome or tilling the ground. Jam përgati edhe flokët i lash kështu të lëshuara, të kapura gjysma. Kam veshur një palë xhinse të thjeshta dhe këtë bluzën e zezë, e cila është shumë e ngrohtë edhe e kam marrë vjet tek Zara dhe më super pëlqen, do të doja ta kisha në fakt në ngjyra të tjera. Jam bërë gati, kam marrë këtë trastën time edhe çantën e vogël ku mbaj portofolin dhe kufjet. Dhe nga sipër do vesh këtë xhaketën gri që është e Zarës, që është
super e ngrohtë, nuk e di, por e zëvendëson edhe xhupi këtu në Tiranë, duke qenë se nuk bën aq ftohtë. Kjo është super e ngrohtë, edhe është material si lesh dhe më pëlqen shumë. Unë duhet të bëj gati në fakt edhe përpara se të dal, duhet të bëj gati edhe listën e pazarit se çfarë duhet të blej, sepse më pëlqen shumë kur jam e organizuar dhe di se çfarë dua të marr dhe nuk hallakatem kot në supermarket. Kështu që tani do filloj të bëj gati listën se çfarë më duhet edhe nisemi. Kjo është lista e pazarit që unë bëra dhe unë tani nuk e marr këtë me vete sepse mund ta humb letrën. I bëj një foto dhe e kam. Tani po dal edhe mos vënohem më shumë, sepse ora shkoi 10:30 e mëngjesit, duhet të bëj thonjë dhe kam orar në 11:30, duhet të marr edhe perimet dhe pazarin e të vinë në shtëpi prap. Jam super lodhur sepse kam dy qese të cilat janë plot, edhe jashtë bie shi, në një dorë duhet të mbaje çadrën, duhet të mbaje edhe qeset, edhe mezi prita që të vija në shtëpi. Tani do ju tregoj shpejt e shpejt se çfarë bleva. Siç e thash, frigoriferi im ishte bosh, edhe duhet të merrja goxha gjëra. Pavarësisht se nuk arrita të merrja patallxhan dhe disa perime të cilat doja t'i merrja tek lagja, por nuk qëndrova dot, siç e thash, po binte shumë shi. Edhe do t'i marr nesër kur të dal përsëri. Tani fillojmë me gjërat që kam marr tek Pro Natyra. Ktu kam, çfarë kam këtu? Kam harruar se çfarë kam marr. Ktu kam djath të bardhë dhije. Kam marr këtë djathin e grirë që mund ta përdor për receta të ndryshme për pasta. Unë jam një person që kur marr panxhar, ha ditët e para dhe më pas e harroj fare derisa ajo prishet. Mora panxhar që është gati, nuk e kisha vënë re që tek Pro Natyra kishte dhe e mora, nuk ishte e shtrenjtë, kështu që është tamam për të ngrënë dhe është gati. Tjetër, çfarë mora? Mora mozzarella, ishte në këtë versionin kështu që janë të vogla. Nuk kam marr asnjëherë mozzarella aty, po besoj se janë shumë të mira. Kam marr pasta, tani për drejt do bëj pasta me ton, për arsye se unë nuk kam gatuar asnjë gjë dhe vetëm një gjë e shpejtë që mund të bëj janë pastat. Mora këtë miellin, i cili është për bukën, edhe e parë që proteinën e kishte 11.1 gram, edhe është për bukë, dhe thash ta provoj një herë. Shikojmë se si do na dali buka nesër. Kam marr kotoleta, u mësova te mami që ajo merrte kotoleta edhe në mëngjes janë një zgjidhje shumë e mirë, me vezë, me tost. Dhe i mora dhe këto këtu. Kam marr djath për tost që është pa laktozë. Kam marr kumdha të thata dhe hurma arabie, në mënyrë që unë mos të ham mbërsir, po të ham këto kur kemi neps për të ëndra. Kemi qesen tjetër, tu kam marr sallat që është e gatshme. Kam marr një bagetë të cilën e kam përthyer se nuk e nxinte qesja. Kam marr një brokoli, siç e thash dua të filloj që ta ha. Kam marr këtë detergjentin për kuzhinën që i kam shumë qejf dhe ajo që kam marr që nga Greqia është në përfundim, pothuajse kam mbaruar dhe mora këtë këtu, sepse nesër do bëjmë të gjitha punët me themel të shtëpisë. Kam marr qumshin pa laktozë, këtë që e marr dhe te Konadi, po te Konadi është një 1000 lek më shumë, këtu është 2000 lek, aty është një 3000. Kam marr popitet, që janë këto pjadinat, nuk e di sa copë, kanë 3 copë këto pjadinat. Kam marr korpudha, patate të ëmbël, tonë, që është në ujë, jo në vajra,
sepse s'më pëlqen në vajra, dhe kosin që marrun që është pa laktozë. Po, është edhe me 0% yndyrë edhe pa laktozë. Këto ishin të gjitha dhe të gjitha kushtuan, që ka marrë gjithë këto gjëra, kushtuan 42.000 lek. 42.000. Tash unë i marr këto edhe mbas 3 javësh shkoj i marr prapë, sepse më shkojnë shumë gjatë, mos them 1 muaj, sepse vetëm jam edhe më dalin. Tani ti mbledhim, ti vendosim në përvënde të gjitha dhe do përgatisim drekën, sepse po vdes për bukë. Harova t'ju tregoja thonjt. Këto janë edhe thonjt e mia, nuk e di si është drita dhe a dallohen, por i hoqa tipsat sepse ishin hapur, ishin bërë për i bretzotit dhe i thash mi bëj thonjt tim, më bëri këtë ngjyrën që bërdo, këtë ngjyrën vishnje. Dhe janë thonjt e mi, janë të shkurtër dhe më pëlqejnë, ndihem vetja dhe më duket sikur më është lehtësuar duart. Sikur më është lehtësuar dora sepse unë nuk i mbaj dot tipsat. Më duket sikur nuk bëj dot asnjë lloj gjëje. Kështu që jemi fix. Më pëlqeu shumë vajza që mi bëri dhe ambienti ishte shumë i bukur, besoj se e keni parë nga klipet dhe do shkoj prapë, por kur të shkoj tani sepse ju e dini që unë nuk i bëj thonjt shpesh, i bëj shumë rrallë, i bëra tani sepse kemi këto rrjellsat e Krishtlindjeve, festat, edhe më pëlqen që t'i kem duart në rregull. Tani vazhdoj me punët që ju thash. Mirë, sepse është goxha errësirë, nga që jashtë bie shi akoma. Unë hëngra drekën dhe do përgatisim bukën me tharë. Më bë shumë kohë që unë nuk po përgatis bukë me tharë. E kam ushqyer mbrëm, siç ju thash, në mëngjes. Edhe tani është gati që ne të zëm bukën. Unë do bëj 500 gram miell, domethënë do bëj një bukë të vogël, siç e bëj zakonisht, sepse e çoj shumë gjatë, e çoj 1 javë ose 10 ditë. Dhe si që kam treguar dhe herë të tjera, për 500 gram miell, unë përdor 120 gram tharm. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Unë sa po bëra dhe palosjen e dytë të brumit, sepse po e lë nga 1 orë dhe shikoni pak se sa bukur duket. Nuk e di, por më pëlqen shumë mielli i ri që mora sot tek Pro Natura, është hera parë që e provoj dhe duket shumë i mirë. Nuk e di, tekstura e brumit më pëlqen, por të shikojmë si do jetë në shije nesër që do e pjekim. Tani duke qenë se unë jam duke edituar, sa po mbarova se edituari vlogmasin e parë që ju e keni parë tani, do ta lë akoma, do ta punoj përsëri, ndërkohë lava enët, lava pjanurën. Dhe këtu kam bërë një sanduiç që na pas ka ikur bageta mbrapsh. Me domate, me mortadela dhe me salcë kosti të bërë nga vjera ime. Tani këtë do haun, edhe pse dikur nuk haja darkave, por nesër nisim nga regjimi dhe nisim të ham shëndetshëm. Nuk do bëj një regjim strikt sepse kisha rënë 2 kg njerës nga ajo që mbajta
erën e kaluar. Unë i mbarova të gjitha punët edhe ka ardhur darka në fakt, por përpara se ta mbyllja, thash t'ju tregoj pak edhe rutinën time të darkës, duke qenë se do bëj një dush, do merrem me editimin e videove sepse na pret një punë shumë e madhe siç ju thash. Ndërkohë unë kam zier edhe gështenjat, kam këtu gështenjat që mi dhanë prindrit e Xhesit, edhe i kam zier me pak krip, edhe do t'i vendosim në një tavë, edhe do t'i pjek për 10 minuta, derisa ato të fillojnë të marrin një ngjyrë nga sipër dhe do i kemi gati.